Vajza, përshëndetje përsëri dhe sot kemi prezente një vajzë që nuk ka nevojë për shumë prezantim. Kudo që shkon ajo bën zhurmë. E kemi aktive gjatë gjithë kohës në intervista, në ekran, në rrjetet sociale dhe më jep një kënaqësinë t'ju prezantoj Livia. Hi Livia. Mirë se erdhe në Sa të mira jeni në fillim të intervistës. Kështu jemi deri në fund Livia, pse ke po dyshime për ne? Dhe na ke ndjekur domethënë. Kam ndjekur diçka. Kam ndjekur me të thënë të vërtetën një fragment ku keni fol për një gjatë temën. Tëndën, po. Atë kam ndjek. Ne flasim për të gjitha, ke vënë besoj. Po, jam. Pirsi gjeta vajza dhe po pres tash se çfarë do të bëni. Për ti më besoj se do ta kesh për pjesën e asaj vajzës që ishte pak përpara se të vija unë këtu, që foli për pjesën e Mevlanit. Kush është? Hajde, mos më bëj më kush është, se e ke ndjekur. Unë? Atë që kam ndjekur një fragment që është fol për mua atë. Po jo ishit ju, s'maj me emra të tjera, jo. Po mos vëmë mua mend se dhe unë e kam. Jo, maj mend që the. Po maj mend që the një frazë Livia për ndjek. No, absolutisht no. Njerëz, Livia nuk për ndjek. Faleminderit. Në fakt doja të dija, Livia, a ka qenë kjo arsyeja e ndarjes tënde me Mevlanin pra hera e fundit që ai ishte i ftuar në trotuar? Sepse un kam qenë prezente, që është e vërteta dhe më duhet ta them pak këtë. Aty kam marrë vendimin, po. Okej, aty kam marrë vendimin. Vajza, për të gjitha ju që dëshironi ta dini se çfarë ndodhi atë ditë, më lejo ta tregoj Livia. Qa modest më që kam fol me Inën. Jo, unë kam qenë prezente, që është e vërteta. Kam qenë në backstage dhe atë ditë ka ardhur dhe Livia, kur Mevlani ishte i ftuar në trotuar. Dhe ata, me sa duket, kishin lënë një deal me njëri tjetrin që ai nuk do fliste asgjë nga jeta vet personale. Dukshë Mevlani nuk e mbajti rrafin. Do foli një mashkull për jetën e tij personale dhe Livia, si çdo lloj vajze dhe si gjitha ne po të ishim në vendin e saj, kaloj pak nga nervat e saj dhe do e dija. Po, absolutisht. Se nervat e mia janë pa në disa raste tjera, ashtu që. Po mirë Olivia. Pra kjo ishte arsyeja që sa erdhi Livia. Kush ishte nga ju atë ditë? Se më mend se ishte ndërkohë ishte trotuari, në panel kush ishte? Jo, kam qenë vetëm. Ti ke vetëm ti. Ka qenë Denada. Unë atë ditë nuk shifsha se ke kisha përballë. Dhe isha pak si kështu. Ka qenë Denada dhe Denada e ka dhënë këtë deklarat Livia, po që gjithsesi se e direkt drejtë në temë. Po mirë, unë jam shumë kurioz dhe Livia, pse nuk e futur të përballesh në trotuar me Mevlanin për këtë gjë? Sepse vjen një moment që do kishim marrë një vëmendje shumë të shëmtuar, edhe kur vendosa që stop, emri jem nuk do bashkangjitet me këtë histori, me atë person. Drama kot pa lidhje. Me rëndësi ka që nuk thjeva, kuptova gjanat se siç ishin dhe stop, goodbye, vazhdojmë. Do të thënë, tash nuk e mas një kontakt me Mevlanin, a? Asnjë lloj gjëje. Larg qoftë. No. E sigurt. Super. Pra nuk ka një kthim. Kjo është hera fundit. No, absolutisht. Dhe kjo është hera fundit që unë do të dëgjoj atë emër, që do përmendet ai emër dhe që unë do përgjigjem për atë emër, kështu që i do mbyll me ju. Ndaj Livia, si e zgjuar sot me energji, si ishte mëngjesi jot sot? Jo, do të pyes pak se na ke sjell shumë energji këtu. Si ka mundësi se unë kur zgjohem në mëngjes herët nuk jam fakt aktive, me thënë. Jam pak kështu, po që jo, jam zgjuar mirë. Te të guximshëm që të kemi parë mëngjeset i ke të mira, po ka raste që dhe vonohesh pak. Jo, këta janë fjalë korridori. Nuk është rrafë pantare. Nuk është as pak e vërtet. Jam gjithmonë korrekt emërarit edhe mund t'ju thojnë gazetarët tona. Vazhdon kur zgjohesh të mëngjes dhe mendon që 5, 6 dhe 7 vazhdojnë të numra të ndryshëm. A din ç'është e bukur e televizorit, që kapet një fragment, po njerëzit nuk janë me ne që në fillim të udhëtimit edhe nuk i din gjanat se siç janë. Po, dhe ndoshta keq kuptohen gjërat. Se çfarë ndodhi atë ditë? E kam thënë pak në trotuar. Ditën më përpara nuk isha unë bon, po ishte 5, 6 dhe 7 bon. E kuptueshme. Dëgjoj, në Shqipëri ndodh një diçka. Pikërisht ai që të ban moral, ai që të lun rolin është ai që i ban për veti. Këtë gjë e kam apurato, nuk di si thotë shqip domethënë, është vërtetu. A mendon se është karma ajo që ndodhi që bëri atë gabimin me Ilir Metën, nga ajo që të tha ty? Jo, nuk besoj se as pak karma, thjesht është
A mund t'jem e keqe? Mund të jesh e keqe. Wow, sa po mori leje dikush. Dëgjoj, për mendimin tim më shumë cringe ajo pjesa që doli duke thënë që ishte një prank që nuk ishte që e dinte, po që ishte dukshme që nuk e dinte tash. Unë nuk jam verifikator, kështu që unë nuk di për politika asnjë gjë, sidomos për Shqipërinë, e pranoj që jam shumë out. Por unë mendoj që shumë herë është një fasada i roli që luhet. E kuptoj. Tani unë kam një pyetje për ty. Tani do kthesh prapë mirë. Sepse neve kishim temën që thonim ti e ke të lehtë sepse je vajzë. Do të thënë kjo ishte tema që ne po diskutonim. Ty të ka thënë ndonjëherë dikush ti e ke të lehtë sepse je vajzë, je bukur? Po, sidomos në vend pune më ka ndodhur. Të ka ndodhur? Po. Shpesh? Jo. Nuk më ka ndodhur shpesh, sepse sidomos kur flitet për punë, jam një njeri që e do punën edhe jep shumë në punë. Nuk jam një nga ato që për shembull rrin e ulur aty dhe shef tjerë duke punuar, sepse një frazë të tillë mund t'i thotë dikujt që nuk i jep mangët, e kupton. Edhe nuk punon. Okej, mund të më thënë në një formë pak më çesharake, pak më kështu. Nuk e kam marr as keq, sepse un kam një diçka, e kam thënë në një intervista. Duke njoh vetin, duke qenë ndërgjegjshme për çdo gjë që ka lidhje me mua, nuk më prek asnjë lloj fjale, asnjë lloj akuze, di përgjigjem. Sidomos kur flitet për mua. Po kjo fjalia të ka ardhur më shumë nga meshkuj apo nga femra? Normalisht meshkuj. Nga meshkuj. I bie që ja thot vetit. Kështu që meshkujt. Olivia, është një presion shumë i madh që ti jesh e bukur, ti jesh e zgjuar, ti jesh e thjeshtë në ditën kohës. Si ja del ti? Unë nga këto, si ja bën? Unë nga këto mendoj që jam e thjeshtë. E bie, asi ka dy më parë. Tash e zgjuar. Unë të cilësova të treja se gjaj ke. Të falenderoj shumë. Dua përgjigjen tënde. Jo, për bukurinë nuk më pëlqen ti them vetit je e bukur, absolutisht. Nuk ka gjë sa themi ne je shumë e bukur. Jeni shumë mirë, faleminderit. Por nuk jam një nga ato që i thot vetit jam e bukur. Okej, besoj se mund falenderoj Zotin sepse kam dy kam dy belem, nuk mund më ngjaj. Në fakt, kur e kam takuar Livian për herë të parë, që ajo qenë tek të guximshmit, i kam thënë që kjo buzëqeshje që kam mentalisht është gjë më e bukur që Livia ka. Sepse realisht e ka ngjitse, domethënë të bën të qeshi. Po, domethënë ta transmeton atë energjinë pozitive. Dua të them dhe diçka që gjithmonë më të krahasoj pak me bukurinë e gruas të Cristiano Ronaldos. Që ngjan shumë të, nuk e di ata kanë thënë më përpara, po mua më duket sikur ngjan shumë të, domethënë je shumë e bukur. Faleminderit shumë. Edhe për shembull kur flitet për Georginën, edhe unë e shoh si një prototip të thjeshtë, më popullor, më i arritshëm. Sepse kur ju mendoni ishin e Ronaldos, Irina Shayk, është një prototip pak më është modele ajo. Po, tash edhe Georgina hyn ke modelet, po është një rol që e ka marr pastaj, mund të thojmë. Po, si influencer më shumë. Po, Irina Shayk ka ato tiparet pak më të parritshme, nuk ka shumë si Irina Shayk. Është unike, po. Po, Georgina është pak më mediterrania, pak më është ai prototipi që mund të jem edhe më shëndetshme, mund të kem forma, nuk do kem ato syt jo po bëj qelli të. Kështu që më pëlqen shumë Georgina edhe për këtë arsye. Është një kompliment shumë i madh të krahasohem me te, por kemi ngjyra të njëjtë, nuk është vërtet. Por unë mendoj të kalojmë në një këngë. Kemë një këngë të preferuar ti Livia ta ngjojmë? Aktualisht apo përshëndet ndonjë me ndonjë këngë? Jam bashkë me jam kështu. Melankolike. Po dëgjoj këngë shumë kështu. Me të prerë damare. Do të presim gjithë që nga fajt. Më surprizoni ju me nuk ju them gjam, më jepni ju një gjallë për jeta marrësh. Okej, kalojmë në këngë dhe kjo është kom për Livian.